Jemi sot në këtë konferencë të përbashkët shtypi për të prezantuar një projekt ligj për domosdoshmërinë e kryerjes së analizave laboratorike për agentët ushqimor. Kjo për faktin sepse siguria ushqimore në Shqipëri sot ndodhet në një gjendje alarmi kombëtar. Skandalet e përsëritura me produktet bujqësore të kontaminuara me pesticide dhe substanca të ndaluara po rrezikojnë çdo ditë dhe seriozisht shëndetin e qytetarëve tanë, ndërkohë që këto produkte që në vendet e Bashkimit Evropian ndalohen menjëherë në Shqipëri, fatkeqësisht shiten lirshëm duke përfunduar në tryezën e çdo familje shqiptare dhe duke helmuar përdit shqiptarët. Kjo situatë është tërësisht e papranueshme, sepse përbën në fakt një kërcënim të drejt për drejt për shëndetin publik dhe për sigurinë kombëtare. Këto produkte të kontaminuara po godasin rënd edhe eksportet shqiptare në kushtet kur tregjet, sidomos europiane, po mbyllen për produktet shqiptare. Partia e Lirisë prezanton sot këtë projekt ligj sepse ne besojmë se siguria ushqimore nuk është luks, por një e drejtë themelore e çdo qytetari dhe sidomos një detyrim kushtetues i shtetit shqiptar.